billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Vetëm Allahun adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, sikur se e dini, për 3 javë radhazi kemi folur për një prej ngjarjeve dhe një prej betejave njëkohësisht më madhështore, për cilat flet Kurani i Madhërisëm, atë të Tebukut. Kemi treguar se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përgatitur ushtrinë më të madhe ndonjëherë që kishte përgatitur, me mbi 30.000 ushtarë, dhe ishte nisur në drejtim të Palestinës për ta çliruar atë, konkretisht për ta çliruar Qudzin, Mesjidul Aqsa. Dhe kemi treguar se me çfarë janë ballafaquar muslimanët përgjatë këtij rrugtimi dhe përgjatë kësaj ekspedite bukur të vështirë. Shumë prej atyre nuk kishin çfarë për të ngrënë, çfarë për të pirë, madje shumica prej tyre. Po në anën tjetër kemi treguar edhe për disa prej mrekullive që Allahu i Madhërisëm ja mundsoi pejgamberit Allahut me lejen e tij dhe me ndihmën e tij, kuptohet, që t'u lehtësonte gjendjen e besimtarëve. Një herë edhe kemi përmendur disa prej personazheve që ishin sprovuar shumë përgjatë kësaj betejë apo para se të nisej ekspedita ushtarake për ta zhvilluar këtë betejë. Pe figurave që kemi treguar, sikur se ka qenë Ebu Dherri, pastaj Ebu Khajthame, të cilët njëri prej tyre ishte vonuar për arsye materiale, për arsye teknike, tjetri ishte vonuar për shkak të sprovimit me komoditetin që e kishte, por kemi treguar edhe për atyre që u mashtruan nga djalli i mallkuar dhe nuk erdhen, sikur se ishte Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu. Tani është radha që ti përmend disa prej ajeteve që ekskluzivisht kanë zbritur për këtë ngjarje. Normalisht ajetet e surës Teube flasin pikërisht për Tebukun edhe për atë se çfarë ka ngjarë në Tebuk, apo kryesisht shumica ajeteve flasin për të. Mirë, po unë do t'i përgjigj disa prej ajeteve që të na i përforcojnë edhe më shumë ato që i kemi thënë teorikisht prej zbërthimeve, prej sqarimeve dhe prej asociimeve me hadithe të ndryshme, në mënyrë që ngjarja e Tebukut të mos ngelet vetëm si diçka teorike në mendjet tona, por që këto ajete kuranore, pastaj edhe mësimet që do t'i nxjerrim inshallah taala javën e ardhshme nga kjo ngjarje madhështore, të mbuliten në zemrat tona, pastaj të përpunohen në mendjet tona e të aplikohen me gjymtyrët tona. Allahu i Madhërisëm i çorton besimtarët të cilët nguruan që t'i përgjigjeshin kushtrimit të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam për të përgatitur në këtë ekspeditë ushtarake. Kemi thënë se para Tebukut asnjëherë pejgamberi Allahut nuk e ka tregu destinacionin se ku ka me shku. Edhe këtë e ka bërë për shumë arsye, për arsye sigurie, për arsye devotshmërie e kështu me radhë. Por në rastin e Tebukut i ka parapërgatitur krejt dhe i ka treguar që destinacioni jon është lirimi i Palestinës, sepse Tebuku ka qenë vetëm një stacion ndalese dhe pushimi për ta. Pastaj aty ka qenë, si me thonë, limiti maksimal i vazhdimit të ushtrisë së Muhammed Mustafas a.s. sepse i ka shpallja dhe Allah i ka treguar që nuk çlirohet Quds si tash, nuk është koha që do të çlirohet, prandaj edhe janë kthy. Por duke qenë se pejgamberi Allahut paraprakisht ju tregoi gjithëve, pra gjithë e dinin mirë se për çfarë po bëhet fjalë? Po bëhet fjalë për udhëtimin më të gjatë që kanë udhëtuar ndonjëherë ushtria islame me zhvilluar ndonjë betejë. Po bëhet fjalë me armikun më të fuqishëm që kanë mujt me luftu deri atë kohë që ka qenë perandoria romake, sepse Palestina asë kohë ka qenë në sundimin e perandorisë romake. Prandaj këtu u shpërfaqen vlerat e atyre që ishin besimtarë të sinqertë, por edhe sëmundjet, mangësitë e atyre që nuk ishin të sinqertë. Prandaj ata që nuk morën pjesë, që nuk ju përgjigjen kushtrimit, nuk morën pjesë në xhihad, në luftën për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu i çortoi me këto ajete, duke thënë ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Pra fjala është për besimtarët e mashtruar, nuk është fjala për munafikët. Fjala është për besimtarët që janë mashtruar prej komoditetit tyre, prej pasurive tyre,
prej plagështisë, prej dembelizmit e kështu me radhë. Thot ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Çka është puna juaj, o besimtar, që kur ju uftuat për të marrë pjesë në këtë betejë, thaqaltum ila al-ard, ju rënduat në tokë, sikurse të mbuliteshit si gozhda në tokë. Pra nuk mundet ju me e te i kalu komoditetin që e patët. Nuk ishit në gjendje me sakrifiku edhe me u përgjigj me njëherë ftesës, sepse ftesa e Rasullahut a.s. ishte ftesa Allahut realisht. Nuk ishte mundësi që pejgamberi Allahut të urdhëronte për diçka kaq të madhe e të mos kishte shpallur nga Zoti i Madhërisëm, sepse bëj fjalë për shqirimin e Palestinës, për shqirimin e Mesjidul Aqsas. Andaj Allahu po i thot, pse juve kur ju erdhi ftesa për me dalë, me shku me luftu, për hir të Allahut, në rrugt të Allahut, ju e rënduat vetveten, sikurse gozhdat në tokë apo në dru. E radhitum bil hayati dunya min al-akhirah? Au kënaqet ju me jetën e kësaj bote para jetës së ahiretit? Fama mata'u al-hayati dunya fi al-akhirati illa qalil. Ndërkaq ju e dini mirë se përjetimi dhe kënaqësia e jetës së kësaj bote në raport me atë të botës tjetër është asgjë. Pra është e pakrahasueshme. Në një farë formë Allahu deshi t'ju bëjë me dije besimtarëve se çato kënaqësi që juve nuk ju lanë me shku me marr pjesë në këtë ekspeditë ushtarake. Çato kënaqësi, çato bukuri, çato stoli pe familjes, pe pasurisë, e kështu me radhë, që juve nuk ju lejuan me marr pjesë në këtë ekspeditë madhështore që kishte të bëjë me shërimin e Palestinës. A mendoni që janë të krahasueshme me kënaqësitë që Allah i ka paraditur në ditën e gjykimit? Absolutisht jo, Allah janë të pakrahasueshme. Pra kënaqësitë e jetës kësaj bote, në krahasim me kënaqësitë e botës përtejme, nuk krahasohen fare. Janë shumë të pakta, të papërfillshme realisht. Tash para mendojeni, krejt çdo kënaqësi që na i përjetojmë. E që kapitali më i madh i kënaqësisë në jetën e kësaj bote është malli, pasuria materiale, edhe pasuria familjare, pasardhësit, gruaja, fëmijët e kështu me radhë. Këto janë dy elementet bazike që njeriu ne bojnë me pas këtë aktivitet jetësor. Edhe me kry shkollë, edhe me fitu pasuri, krejt na këto i bojmë me synimin që mi siguru familjes tonë një mirëqenie solide, edhe me u pasuru në mënyrë që mos me qenë të varur prej dikujt tjetër. E tash kur e marrim dhe analizojmë çfarë po na thot Allahu. Allahu po thot, çto pasuni, çto kënaqësi që ju ngarreni pas tyre në jetën e kësaj bote, mos mendoni që krahasohen me ato që kanë përgatitur në botën tjetër. Andaj ai që ka iman nuk mashtrohet me këto kënaqësi të përkohshme, edhe shumë të kufizume. Sa e din që është Allahu ai i cili çdo kënaqësi mashtruese në jetën e kësaj bote që i ka zbukuru, është po i njëjti që disa kënaqësi tjera i ka rezervuar për neve që janë pak krahasimisht më të mira edhe më të mëdha se sa ato tjetër të kësaj bote. Andaj Allahu i ka qortuar besimtarët që nuk janë përgjigj kushtrimit në këtë rast. Pastaj një hadith që e transmeton e shënon Imam Ahmedi në musnedin e tij, thot se ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Me dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'." E ka sjellë një shembull konkret pejgamberi Allahut, duke dashur me na ilustruar neve se sa e pa vlerë është jeta e kësaj bote me të gjitha kënaqësitë që i ka, në krahasim me jetën e përtejme, me jetën e ahiretit. Ka thonë, me dunya fil akhirati, nuk është jeta e kësaj bote në raport me jetën e ahiretit, vetëm se sikurse gishti tregues që futet në det. Kur del prej detit, çfarë merr me vete? Asgjë. Çështja do të është kënaqësia e jetës kësaj bote. Krejt ato kënaqësi që ju mundi me i përjetu në jetën e kësaj bote. Karrierë, familje, pasuri, bukuri, kënaqësi të ndryshme. Në krahasim me përjetimin e kënaqësive të jetës së përtejme, janë asgjë. Çashtu që gishti i njeriu kur futet në deti edhe del prej detit s'merr kurrë, çashtu është edhe kënaqësia e jetës kësaj bote në raport me botën tjetër. Pra është asgjë. Pastaj Allahu i Madhërisëm ju drejtohet duke i thonë, illa tanfiru yu'adhibkum 'adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a.
Nëse ju nuk i përgjigjeni kushtrimit, o musliman, o besimtar, pra po ju drejtohet sahabëve që i ka mashtruar dynjaja dhe komuniteti i dynjas, edhe pse kanë qenë të numëruar në gishta. Por Allahu e ka bërë temë. Është shumë e vërtetë që kanë qenë pakica ata që s'kan marrë pjesë në këtë ekspeditë ushtarake, që i ka mashtruar dynjaja. Nuk futen këtu munafik, po flasin për besimtarë që i ka mashtruar dynjaja. Pra kanë qenë shumë pakicë, por Allahu e ka bërë temë, sepse është për mu bërë temë. Sepse besimtarët që kanë jetuar me Muhamedit alayhis salam, që janë edukuar me edukatën kuranore dhe pejgamberike, se qëllimi kryesor është ahireti, nuk është dynjaja, dynjaja është mjet për me arritë te ahireti, tek qëllimi. Se kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme, edhe janë të kufizuara, marrin fund një ditë. E kënaqësitë e ahiretit janë të përhershme, edhe janë të pakufizuara, do të ekzistojnë gjithmonë, nëse kemi nderin dhe privilegjin me qenë përjetuesve të këtyre kënaqësive. Prandaj Allah thotë, si ka mundësi që ju mos më përgjigj kushtrimit të Allahut? Ftesës së Rasulullahut alayhis salam për me marrë pjesë në këtë ekspeditë. Prandaj thotë, illa tanfiru, nëse ju nuk dilni. Pra fakti që ju s'keni dalë, edhe të tjerë që mund të mos dalin në të ardhmen, që i thonë vetes besimtar, ju adhibkum adhaban alima. Mas parë ju vallai ju ndëshkon. Pse? Të mos i përgjigjesh urdhrit të Allahut është kundërshti e Allahut. E kundërshtu Allahun. Pa ma parasysh sa e ke pas qëllim mos me kundërshtu apo se ke pas. Ne kemi përgjegjësi edhe shpirtërore, edhe mendore dhe trupore. Pra na japim llogari edhe për veprat e zemrës, edhe për veprat e mendjes, edhe për veprat e gjymtyrëve, veprat e trupit. Vepra e zemrës është imani, besimi. Me besu se çka thot Allahu do të më përfill. Ka besimtar që me zemër e din që kjo është hak. Halali është halal, harami është haram. Urdhri është urdhër. Gjunahu është gjunah. Mirë po me mendjen e tyre mendojmë gabimisht. E mashtrojnë veten. I japin afat vetes, afatizojnë veten. Hajt si jam i ri, hajt se kam kohë, hajt se kam atë këshici sa unë. Që kjo është me kundërshtu Allahun me mendje, me mendim. Inna ba'da dhanni ithm, disa mendime janë mëkat, ka thonë Allahu. Por njeriu mund të mëkatojë vetëm duke menduar. Pa pas nevojë me vepru diçka me vepër, me gjymtyr. Edhe përgjegjësitë që ne kemi me gjymtyr. Pra nuk mjafton që vetëm me zemër me e ditë të vërtetën, edhe me mendje me menduar atë, por duhet me praktikuar edhe me gjymtyr, me vepra konkrete. Prandaj Allahu po i thotë, nëse ju nuk dilni, nuk i përgjigjeni kushtrimit të Allahut dhe të Resullullahut, atë dini mirë që do të ndëshkoni rrept përpos kësaj. Wa yastabdil qauman ghayrakum. Edhe Allahu ju ndron juve me tjetër popull. Sa mendoni ju që Allahu lejon që kauza e tij me marr fund vetëm se ju nuk merrni pjesë? Vetëm se ju nuk e përkrahni kauzën islame? Çfarë do që ti ajo thirrje? A është thirrje e paqes, a është thirrje e luftës? A është mbrojtje, apo është promovim, a është qirim? Çfarë do që të jetë? Çfarë do rrethana, çfarë do situata që të jetë? Mos mendoni që na mujna mi ashtu pasurinë islamit kur na marrim pjesë, ose mi a paksu pasurinë islamit nëse na marrim pjesë. Islami është pasuria e Allahut. As nuk mira me shtu, as nuk mira me paksu. Na shtojmë ose paksojmë për vlerave tona, për pasurive tona personale, jo për asaj që Allahu ka garantuar. Prandaj Allahu thotë yastabdil qaumakum. Yastabdil qauman ghayrakum. Allahu ju ndron juve me një popull tjetër. Nuk e ndjeni për privilegj, nuk e ndjeni për mirësi, nuk jeni falënderues, nuk jeni mirënjohës ndaj Allahut, nuk është problem. Allahu nuk merret me juve. Allahu merret me Islamin. E Islamin Allahu nuk e lën në dorë të atyre që e tratojnë. Pra me këto fjalë për ju drejtohet sahabëve, që veç pak i ka mashtruar dynjaja, edhe deri në këtë ekspedit janë përgjigj çdo urdhrit të Allahut. Pra ta kanë pas vlera, ta kanë pas bagazh, edhe diturie, edhe adhurimi, devotshmërie. Nuk kanë qenë çfarëdo njerëz, nuk kanë qenë çfarëdo sahab. Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik. Hilal bin Umayya. Murarah ibn Rabi'. S'kan marrë pjesë. Kanë gabu. 50 ditë ju ka shku, sikur se kemi tregu, derisa Allahu ja ka pranuar pendimin. Ata kanë qenë sinqert në pranimin e fajit, pranimin e gabimit. Për dallim për atyre që e kanë fsheh, kanë menduar që shpëtojnë nëse i thënë pejgamberit të Allahut arsye të ndryshme pse s'kan marrë pjesë. Ndërkaq ata e dinë shumë mirë që ai ka qenë Rasulullah, ti mundesh më afsheh, po Allahu s'u afsheh. Dhe për këtë arsye, vetëm për këta tre ka thonë e këta kanë thonë të vërtetën. Ata tjerë se kanë thonë të vërtetën. Edhe pse kanë dhënë arsyetime, por arsyetimet që i kanë dhënë kanë dhënë llogarinë ditë gjykimit.
Ama për këtë dynja e kanë masku vetën. Edhe ne kemi për detyrë me i trajtu sipas asaj që deklarohen. Pra Allahu subhanahu wa taala dëshiron të na tregojë se ju si besimtarë që jeni, secili prej jush ka vlerë në këtë kompaktësi islame, në këtë tërësi të ummetit. Secili prej nesh ka vlerë. Kontributi i secilit prej nesh ja shton madhështinë muslimanëve. Ja shton madhështinë muslimanëve. Në anën tjetër, kundërshtimi i secilit prej nesh ja pakson madhështinë muslimanëve. Pra na kemi përgjegjësi. Prandaj Allah për çta njerëz që i numëron gishta, e ka bërë temë këtë çështje. Edhe e ka trajtu hollësisht përmes disa ajeteve kuranore. Po i thot illa tanfiru, nëse ju prapë s'merrni pjesë në ndonjë ekspedit kësaj natyre, ku Allah jep urdhër, pejgamberi Allahut po ju fton, po ju tregon se për çka bëhet fjalë, edhe ju s'po dilni, po mashtroni me dynjallëk. Ju adhibkum adhaban alima. S'ka më falje për ju. Se ju e dini mirë se kush jeni. U janë ngrit gjitha argumentet juve. Allah ju ndeshkon rrept. Wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an. Ju ndron juve me një popull tjetër edhe ju as pak nuk mundi mi bë dëm Allahut, as Islamit, as kauzës islame, as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ai është në gjendje me bëj çka do që don. Me ndru popullat, me ndru metodologji, me sjell njerëz të ri, këtë është në gjendje me bëj Allah. Mi pa Allah po na sprovon neve. Gjeneratën e artë ka sprovuar në këtë formë, gjeneratën e fundit, akhir zamanit, sikur se jemi ne, na sprovon në format tona, në mënyrat tona. Pastaj e sill Allahu shembullin konkret për m'ia me dijet sahabëve që s'kan marrë pjesë në ekspeditën e Tebukut. Edhe i thot: "Illa tansuru", nëse ju nuk e ndihmoni, faqad nasarahu Allah, e ka ndihmuar Allahu më herët. Ja u sjell shembullin konkret. Thot: "A keni harruar që Allahu i ka ndihmuar atëherë kur asnjë se ka pas me vete pejgamberi Allah përpos Ebu Bekrit. Kur është saktu çmim për kokën e tij edhe për kokën e Ebu Bekrit. Kur e kanë përndjek mushrikët e Mekës, e kanë dash me vra. Kur janë afru mbi kokën e tij, edhe për paksa kanë qenë me e pa. Që ka treguar Ebu Bekri, ka thonë wallahi, në Xhebel Thor ku janë fshi, veç me pas ul shikimet, i kishin pa kokat tona. Ama ja s'ka ndodhur pse Allahu e ka në mbrojtje, me dashnin e tij, pejgamberin e tij. E Allah po i thot sahabëve që s'kan marrë pjesë në këtë ekspedit për në shtjeru Kutsin, Palestinën në përgjithësi, ka thonë: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Nëse ju se ndihmoni, mos harroni se Allahu e ka ndihmuar. Idh akhrajahu alladhina kafaru atarkur, e nxorën mosbesimtarët, e dëbuan për Mekës. Thani ithnain, dhe dul veti dyti me Abu Bekrin. Idh huma fil ghar, kur ishin në shpellë. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, dhe kur i thoshte shokut tij, mos u pikëllo, mos u mërzit. Abu Bekri mërzitej për gjendjen e pejgamberit alayhis salam. Inna Allaha ma'ana, mos u mërzit se Allahu është me ne. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. E Allahu ja zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qetësinë. Me pas qetësinë, mirësi, këto mund me pas krejt. Mirë po qetësinë, vështirësi, qetësinë sprov, ka vetëm ai që ka iman. Vetëm ai që ka tevekkul të fortë, mbështetje tek Allahu. E Allahu ja ka zbrit qetësinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atëherë kur po kërkoi koka e tij për një çmim të lartë. Atëherë kur armisht i kishte mbi kokë. Në këto situata, natyrshëm njeriu friksohet. Natyrshëm njeriu brengoset. Pse? I shkon koka, i shkon jeta është shumë e çmueshme, është shumë e dashur. Edhe për pejgamberin Allahu ka qenë dashur. Mirë po për ata, për dallim për nesh, Allahu ka qenë më i dashur se sa jetët e tyre. Prandaj Allahu ja ka zbrit qetësinë zemër pejgamberit Allahu. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Edhe e kanë mbështet, i kanë ndihmu me ushtar që si keni pa ju, me melek. Prandaj në Bedër i ka thënë melek, Xhibril alayhis salam ja ka thënë. Krye melekun e melekëve. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla, edhe fjalën e atyre që kanë mohu e ka bë më të ultën, më të nënvlerësuarën. Wa kalimatullahi hiya al-ulya, e fjala e Allahut është më e larta, më e ngritura. Wallahu azizun hakim, e pa dyshim se Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti absolut. Pra Allahu konkretisht ja ka zbërthy këtë çështje sahabëve që s'kan marrë pjesë, duke ia vënë me dije që mos pjesëmarrja juaj në kauzën islame nuk e dëmton as pak as islamin,
as Muhammedin, e as ata që e përkrahin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse është Allahu ai i cili i ka ndihmuar dhe atëherë kur s'ju ka pas juve fare në shpellën e Theurit, edhe është po i njëjti që i ndihmon edhe në të ardhmen. Allahu s'ka nevojë për ju. Ju keni nevojë me marr pjesë në kauzë islame. Ju keni nevojë me u përgjigj kushtrimit. Ju keni nevojë me u përgjigj ftesës së Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, sepse keni përgjegjësi për Allahun. Pastaj vazhdon Allahu dhe thot: "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Dilni qoftë lehtësisht, qoftë vështirësisht. Pra, sido që të jetë situata, a do të jetë e lehtë për juve me dalë me marr pjesë në një ekspeditë caktuar, apo do të jetë e rëndë, urdhërisht urdhër, ju do të me dalë. Pa marrë parasysh se si është gjendja dhe situata. Wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, edhe luftoni me pasuritë tuaja dhe me vetët tuaja fi sabilillah, në rrugt të Allahut. Allahu fillimisht i ka përmend përpjekjet, kontributet tona materiale para atyre spirituale. Pra, luftoni në rrugt të Allahut me pasuritë tuaja dhe me vetët tuaja, pra me jetët tuaja, nëse e kërkoni nevoja. Pse? Sepse shumë ma lehtë mujna me kontribu me parë se sa me shpirt, se sa me jetë. Nëse s'kena mundësi, kur e lip nevoja, kuptohet, me marë pjesë me trup, me marë pjesë me shpirt, marrim pjesë materialisht, përkrahim mënyra tjera. Edhe këta Allahu e ka qujtë përkrahje, edhe ka qujtë luftë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Ne luftën që kemi pas, luftën e fundit, në 99, 98, 99, e dim shumë mirë se, që në mos gjenerata jonë, që jena pak ma mesatar, së të thëmë ma të vjetër, e dim shumë mirë se çka do të thotë me thirr kushtrimi, për me rujt fen, nderin, familjen, edhe çka do të thotë me u përgjigj kushtrimit. Këqyrin e tash qysh ndihen ata që kanë marrë pjesë, edhe ata që s'kanë marrë pjesë. Me plot respektin ndaj çdo kujt. Mi po derisa s'kan pas arsye shëndetësore, s'kan pas arsye, asnjë arsye. Edhe s'kan marrë pjesë, wallahi janë gjunaqar të mëdhenj tek Allah. Sidomos luftën tonë, se lufta jonë nuk është bërë rasisht. Ata na kanë luftu, se e besojmë Allahun ja. Ata na kanë luftu, se nuk i kemi besimin e tyne. Prandaj na kanë luftu. Në këtë rast, mbrojtja e pragut, mbrojtja e nderit, mbrojtja e familjes, mbrojtja e dheut, ka qenë obligim për secilin besimtar të këtij nënqielli, për secilin. Edhe kushdo që ju ka përgjigj, nëse ka qenë i sinqert, e ka ngritë Allahun, dhe ka me ngritë dhe ka me shpërby. E kushdo që nuk ju ka përgjigj, vallahi le të përgatitet për Allahut me dhënë përgjegjësi. Sahabët mëdhej kanë qenë këta, ama Allahu ju ka lënë përgjegjësi. Alamet sahabi kanë qenë. S'kan pas arsye mos e marr pjesë, s'kan marr pjesë. I ka mashtruar dynjaja, keqardhja për familjen, keqardhja për fëmijët, për ato që ke mujtë me ndërtu për karrierë, e kështu me radhë. Prandaj pejgamberi na ka treguar që familja dhe pasuria din me qenë edhe armiq ton. Din me qenë sprovë për neve. Unë e di rast që është vesh me shku në ÇK. Është vesh, edhe ja ka nisë fëmijët me qajt. Edhe u kthy. Që kjo është ajo që ka thënë pejgamberi, ka raste që familja të bëhet edhe vorr, edhe frikë. Qysh? Të qënë në vorr para vakti, tu ta dramatizu jetën e kësaj bote. Ajo kështu e zbon kështu. Pra, në një farë forme të bëhet pengesa më e madhe. Edhe në këtë rast keqardhja e pa vend, mbretëron zemër edhe nuk i sheti përgjegjësitë që i ke përballë shoqërisë tënde. Ose të bëhet frikë. Mos, ku po na lën neve? Nëse ty të vrasin, çka bëjnë vajzat e mia? Mi dhunojnë vajzat. Pra, mbjell shejtani frikë edhe harrohet përgjegjësia individuale që mund ta kemi në ato raste. Bura, kur thirr kushtrimi me një vend, nesër me thirr, runa Zoti mos e dhasht. Zoti mos e dhasht. Prap mu detyru me bëna në i luftë që tu në vendin tonë. Edhe thirr kushtrimi me marr pjesë, nuk ban mu menu dy herë. S'ka gruaja, fëmia, pasunia, karriera. E ki obligim për hir të Allahut me mbrojtë vendin tonë. E ki obligim. Prandaj ata që e bën një gjë të tillë sepse kanë qenë të pak në numër, krahasim me popullatën që kemi pas, vallahi kanë qenë të pak në numër. Bile unë çdo herë kam përmend, është realiteti hidhur për i pa kontestueshëm dhe i pa mohueshëm, na jemi korrit si popull.
në luftën e fundit. Jemi korrit si popull. Sa përqindje ka marrë pjesë aktive në luftë të QK-s? Sa kanë ikë? Që kjo e tregon në realitetin tonë? Që kjo e tregon? Një pakicë e vogël kanë marrë pjesë. Këtë kemi ikë. Nesë, unë kam qenë 10 vjeçar. Unë arsyetohem tek Allah, edhe pse po vjen marrë mu sot, pse unë si më kon pjesëmarrës në çato vende? Pse me ikë në Shqipëni unë? Pse me mikë familjarët e mi në Shqipëni? Për çka? Çka kanë pas mongo ata? Mu po vjen marrë për ata. Çka kena mi thonë nesër Allah subhanahu wa taala? Po ajo ka qenë një test, ka qenë një provë. Nesër mund marrë shumë më e madhe. Lusim Allahun mos më marr. Se neve pejgamberi Allahu na mëson mos me lut luftën. A mund nëse na sprovon Allahu me luftë, çka do të më bë? Me ik? Ja vallahi me qëndru si burrat, edhe si burneshat, sikur se kanë bë, e Allahu i shpërbleft ata që kanë bë këtë sakrificë, e kanë dhënë këtë mund, se pa shamadhinë e Allahut, ata na kanë zbar fytyrën. Pastaj Allahu thot, flet tash për kategoritë që i ka arsyetuar Allahu për mos me marr pjesë. Leysa 'ala ad-du'afai wala 'ala al-madha, edhe kjo vlen edhe për neve, nëse nesër Allahu na sprovon me diçka të kësaj natyre, kush lirohet me mos pjesëmarrje në këto situata? Thot leysa 'ala ad-du'afai wala 'ala al-madha, ata që janë të dobët, edhe ata që janë të smur, wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, edhe ata që s'kan mundësi materiale me siguru armatim. Edhe këta arsyetojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka pas për sahabe që kanë dashur me marr pjesë, por s'kan pas armatim. Sa kanë pas pasuni kolektive për arkës muslimanëve, kanë blej armë, edhe u kanë siguru fukarave që s'kan pas armë. Po krejt s'kan mujt mi mobilizu me armë. S'kan mujt krejt. Prandaj ka pas për atyre që në pa mundësi për me pas armë, ose për me pas mjet transportues, deve, kale, kështu me radhë, ata s'kan marr pjesë, po ata i ka arsyetuar Allah. Bili ju ka qajt zemrën atyre pse s'kan mujt me marr pjesë. Allah thot, ata që kanë dobësi, janë të dobët. Ata që janë të smur, këtë rast dobësi, janë pleqt, janë sakat, ata që kanë smundje, ai nuk është sakat, nuk është plak, po për momentin e ka pas një smundje, janë të arsyetuar. Edhe ata që s'kan mundësi teknike, mi siguru vetës armë, apo mjete transportuese, këta i ka liru Allah subhanahu wa taala. Idha nasahu lillahi wa rasuli, në qoftë janë sinqert me Allahun dhe me pejgamberin e tij. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Pastaj Allahu thot subhanahu wa taala se ka pas edhe për atyre që në jetën e kanë pas mirë, pa e kanë pas përzime, kanë pas vepra të mira, po kanë pas edhe vepra të këqija të përzime me to. Sikur se është Ebu Lubaba thot: "Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an, asa Allahu an yatuba 'alayhim inna Allaha ghafurur rahim." E disa të tjerë thot Allahu, i'tarafu bi dhunubihim, e kanë pranuar gabimin që e kanë bërë. Khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an. E kanë përzi veprën e mirë me veprën e keqe. Pa ata kanë qenë sinqert në zemër, por i kanë mashtruar dynjaja. Asa Allahu an yatuba alehim, Allahu u pranon pendimin atyre. Inna Allaha ghafurur rahim, padyshim se Allah është falës i madh dhe është mëshirëplot. E pejgamberi Allahut kur flet për disa për atyre sahabët që s'kan pas mundësi me marr pjesë në këtë ekspeditë ushtarake, shikoni be çfarë njeri ka qenë. Kërkuj be se ka mohu vlerat. Kërkuj se ka hub kontributin. Edhe atyre që s'kan marr pjesë në ekspeditë ushtarake, i ka lavdru pejgamberi Allah. Sa që janë çudit sahabët. Ka thënë pejgamberi Allah: "Laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin." I keni lënë në Medinë disa njerëz, disa burra, disa gra, që nuk ka rrugë që ju e keni ecë, që e keni marrë. Nuk ka pasuni që ju e keni shpenzu për me marrë pjesë në këtë ekspeditë. Wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi, edhe nuk e keni qanë ndonjë lugin ku e nisë për me luftu, vetëm se ata kanë qenë me juve. Për çdo lëvizje që ju e keni bë, ata kanë qenë me juve. Qalu ya Rasulullah, kayfa yakununa ma'ana wa hum bil Madina? Ya Rasulullah, si ka mundësi ata me qenë me neve kur ata kanë qëndruar në Medinë? Ata s'kan ardhur me neve. Ata nuk erdhën me luftu me neve. Qala habasahumul udhru. Pejgamberi Allah tha, i ka penguar arsyeja. Pra fakti që s'kan mund të marrë pjesë, kanë qenë arsyet e tyre legjitime që i kanë pas. Pra edhe në këtë rast ata janë shpërblyet tek Allahu, edhe pse s'kan pas mundësi me marrë pjesë. Se Allahu ka ditë aty në arsyeën dhe gjendjen që s'kan pas mundësi me marrë pjesë. Kjo është vlera e një pejgamberi të Allahut
dhe e atyre që e pasojnë rrugën e tij. Pastaj Allah thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan", që ata që s'kan marrë pjesë, që ata që kanë gabu, që atyre që Allah ja ka pranuar pendimin, "Khudh min amwalihim sadaqatan", merr pe pasurisë së tyre lemosh, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, që ti pastrosh ata dhe ti vlerësosh edhe në trup edhe në shpirt. O salli alehim, edhe lutu për ta, bën dua për ta si pejgamberi Allah. Inna salateke sekenu lahum, sepse pa dyshim lutja jote për ta është qetësi për ta. Lutja pejgamberit Allahut, përveç tjerash që ka sjell benefitet shumëta, para së gjithash ju ka mundsuar sahabëve, për cilët është lut pejgamberi Allahut, me pas qetësi në zemër. Para mendoj çfarë nderi, me dëgju pe gojës fistike të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam teksa lutet për ty. Nuk ka më madhështi se sa kjo. Prandaj ata kanë ndjetë qetësi në zemër dhe Allah po tregon për një gjë të tillë. Wallahu semiun alim, padyshim se Allahu është dëgjues dhe i gjithë ditur. Edhe ka fundi thot Allahu për ata tre personat, për ata tre më të mirë që janë penduar në këtë gjendje, në këtë situatë që ka ndodhur, thot: "Wa 'ala thalathati alladhina khulifu wa 'ala thalathati alladhina khulifu", e sa u përket atyre treve që nuk kanë dalë, nuk kanë marrë pjesë, kanë dezertuar. Kush kanë qenë? Ka'b ibn Malik, për cilin kemi treguar, Hilal bin Umayya, edhe Murara ibn Rabi', të cilët s'kan pas asnjë arsye mos të marrë pjesë, po janë treguar sinqert kur është kthy pejgamberi Allahut, i ka thonë pse s'keni marrë pjesë, ka thonë ja Rasulullah, veç për çfarë s'kena marrë pjesë. S'kena pas asnjë arsye. Kur më shumë s'kam pas, kur më i shëndetshëm s'kam qenë. Se kemi treguar se si janë mundu edhe shejtani, edhe njerëzit për rreth me i shtik si mendime. Thuja një arsye pejgamberit Allahut sa e ka mëshirën e madhe, edhe lutet tek Allah me të fal ty. Ama tha vallahi tha s'ku mujt me bëni gjë të tillë. Edhe dini kur i ka thonë pejgamberit Allahut, kur i ka ardhur rendi me dhënë arsyetimin, ka thonë ja Rasulullah, ti e din që Allah më ka dhënë oratori të jashtëzakonshme. Edhe e dim shumë mirë që s'ka njeri që se kisha bind me një arsye pse s'ku marr pjesë. Ama me ty s'moj me bëni gjë të tillë. Veç për çfarë s'ku marr pjesë. Amma hadha faqad sadaq. Pejgamberi Allah tha, ju thot sahabe për rreth, e sa i përket këtij, ky e tha të vërtetën. Sa ata tjerë se kanë thonë, ama ky e tha të vërtetën. Prandaj Allahu i ka specifikuar këta për vlerën e pendimit sinqert. Edhe ka thonë wala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alehim al-ardu bima rahabat wa daqat alehim anfusuhum, sa u përket atyre treve, të cilët nuk dolën, nuk morën pjesë, dezertuan, derisa për shkak kësaj që kanë vepruar, atyre u është ngushtu toka edhe pse është shumë e gjanë ajo. Edhe u është ngushtu shpirti edhe pse është i tyne. Nuk ka robni më të madhe, nuk ka burg më të mërshëm se sa me të ngushtu shpirti. Edhe nuk ka siklet më të madhe se sa me të ngushtu toka. E shet tokën në gjanë e gatë, e ty duhet se është shumë e ngushtë. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak të keqardhjes, për shkak të pendimit sinqert që e kanë ndi Ka'b ibn Malik edhe dy shokët e tij. Pra Allah këto për është përfaqë si vlerë, se ne jemi krijesa gabimtare, edhe harrestare. Allah për pranon që ata kanë gabu. Edhe mas 50 ditëve ja u ka pranu pendimin. E tash për është përfaqë vlerën e pendimit sinqert. Edhe për thotë Allah subhanahu wa taala, wa dhannu an la malja'a min Allah. Tash to për përmend si vlerë, edhe ata e kanë ditë që nuk ka strehim prej Allahut vetëm se tek Allahu. Nuk mundesh mja shef Allahut brenda tua. Edhe mënyra më e mirë për mu çliru nga gabimi është mja shpërfaqë Allahut gabimet tua. Ja prezantu Allahut, pse i ditë gjitha. Por kur ti ja prezanton Allahut, një nga një, edhe ja qet Allahut, o Allah, me tupin më të madh, unë them se e kam bërë çet gjuna, ja një Allahut. Allahu këta e don shumë. Si kjo tregon sinqeritet, kjo tregon përgjërim. Kjo tregon nevojë të jashtëzakonshme për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu po tregon për këta burra dhe po thotë pse kanë gabu. Edhe se kanë bërë gjuna të madhe. Ata e kanë ditë që nuk ka strehim nga Allah vetëm se tek Allah. Thumma taba alehim liyatubu. Pastaj Allahu ka pranuar pendimin që të pendohen vazhdimisht. Pra besimtari Allahu duhet vazhdimisht me u pendu sepse kjo është vlerë në vetvete. Ripërsëritja e pendimit jetën tonë është vlerë e veçantë. Allahu i don ata që vazhdimisht pendohen tek Allahu subhanahu wa taala, prandaj ka qenë pe sunetit Rasulullah alayhi sallam që nga 70 deri 100 herë ditë me thonë astaghfirullah wa atubu li. Kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai sinqerisht. Pra kjo është vlerë në vetvete. Inna Allahu huwa at-tawwabur rahim, padyshim se Allahu është ai i cili pranon pendimin dhe është mëshirëplot. Unë po mjaftohem me kaq, nuk du me zgjat më tepër edhe për shkak se është ftoft.
E lusim Allahun e Madhërisëm që prej këtyre ajeteve, prej këtyre ngjarjeve kuranore na më marr mësime, me aplikua ato në jetë, mos më na mbet në kujtesën tonë vetëm si diçka teorike, por me zonë shumicën e praktikës tonë, me sinqeritetin më të madh në fjalë dhe në veprat tona që ne mund t'i veprojmë gjatë jetës sonë. Nëse keni diçka me pyet, urdhënoni.